Cari i Serbisë, nga një anë sepse të tij kishin ngritur krye kundra Muratit, nga ana tjetër sepse pat ndihmën me armë të fuqinjve dhe për krajjen e miqve. Kishte shënë gjatë kësaj kohe përsëri në dorë shtetin e tij të dikurshëm, duke dëbuar ose duke vrarë disa garnizione turke. Sultani, i tërbuar keq kundër tij dhe duke menduar se nuk duhet ta bënte më këtë luftë me komandant apo ushtri të tjera, mblodhi një ushtri shumë më të madhe dhe u nis vetë për të dërmuar carin dhe për të rëmbyer mbretërinë. Dhe punët i dolën tamam ashtu siç e kishte menduar, sepse despoti nga që s'mund të matej me fuqitë e sultanit dhe nga që u braktis pothuajse që në sulmin e parë nga çdo ndihmë, iku pa derdhur gjak, duke ia lënë atij mbretërinë dhe duke kërkuar strehë tek hungarezët. Sultan Murati u mbështet fort për këtë fushat në këshillat dhe ndihmën e Skënderbeut, sepse ai kishte bërë atje me sukses shumë lufta më parë dhe i dinte mirë ato vise e vende, por atij nuk i erdhi atëherë asnjë rast për të plotësuar dëshirën e vet. Megjithatë, ky rast ishte i afërt, sepse sapo Murati u kthye në Adrianopol dhe shpërndau ushtrinë, filluan të bëheshin dëndur lëvizjet e tjera nga ana hungarezëve, dhe një rrezik tjetër i madh i qëndronte mbi kokë kur fati i zi despotin me anë të kardinalit Julian, i cili vepronte atje dërguar për këtë qëllim nga Papa Eugeni, e ngriti në luftë mbretin Vladislav, i cili ishte mbreti i Polonisë dhe Hungarisë, për ta vendosur despotin përsëri në mbretërinë e Misisë. Me ta marrë vesh këtë sultani, për të rritimet e shpejtë ushtrinë, mblodhi 80.000 njësi dhe pa pritur në këto të mbërinin në Serbi, dërgoi më parë kundër hungarezëve që po vinin pashën e Rumanisë dhe Skënderbeun me 20.000 ushtar për t'u dalë sa më shpejt përpara. Ai vetë si zakonisht po vinte pas tyre me forca tjera të ushtrisë. Fuqitë e kishtera ishin gjithashtu të rëndësishme si nga numri, si nga trimëria e ushtarëve dhe e komandantëve. Ata kishin 35.000 luftëtarë. Veç tyre me ta ishte edhe Hunyadi, i quajtur zakonisht Janko, luftëtar me napë të madh, aq sa edhe vetëm nga emri i tij, turqit janë kthyer shpesh. Por trimërisë së tyre ja preu hovin puna që pjesa më e madhe e tyre ushtri nga një sëmundje për shkak se ushtarët, nga që u mungonte buka, ushqeshin me grur të zier, e ky ushqim u shkaktoi një të hequr të bardhë. Pashai, duke ngarë me shpejt, nguli çadra djori larg lumit Murap. Hunyadi që si duroi, dërgoi së pari fshohura Zivërtonjës për të vërenjtur e gjurmuar gjithçka rreth mbritjes së Muratit. Pastaj formoi një mendim të saktë për numrin e forcave ushtarake dhe për planet e sultanit. Zgjodhi nga gjithë ushtria e vet 10.000 të zotë në armë dhe duke lënë mbretin në kamp, kaloi Moravën, u lëshua me vrull më të madh kundër turqeve. Ky pa vendosur në fillim u zbraps pagës. Pastaj duke mos ia dhënë rëndësi numrit të pak, e priti Hunyadin dhe filloi betejën. Skënderbeu duke parë se kishte ardhur koha, kur do të plotësonte ashtu siç e pat menduar planin e tij të artuar qysh më parë dhe dëshirën e tij, me zellin më të madh kujdesej për kërdimin e turqëve, dhe së pari filloi bashkë me legjionet e veta, t'i lëshonte dal ngadalë vend armiku e të sillte shpinën. Pastaj me shëmbullën e vet, t'u kallte frikën të tjerëve e t'u mbushte mendjen për të ikur. Pashas gjithashtu hyri frika prej kësaj, qofse e shihte këtë burr aq të rrahur në fushata ushtarake, të katshëm kundër zakonit të tij më tepër për të ikur sesa për të luftuar, qofse besonte që ishte tradhtuar prej tij dhe u hodh më ngathën në sulm. Hungarezët, duke marrë ashtu si gjithë, zakonisht më tepër guxim nga frika e të tjerëve, e shpartalluan dhe i thanë fund armikut pa ndonjë përpjekje të madhe dhe gati pa derdhur gjak. Turqit të shpërndar, pa rregull, pa flamur, pa çfarë kokë as për komandantët, as për shokët, përpiqeshin të shpëtonin lëkurën duke marrë Aratin sepse vetëm këtë mundësi kishin. Hunyadi duke vazhduar fitoren e vet, nuk i dha fund kasapanës derisa nuk mbeti gjallë veç se disa. Kudo kërdi, kudo të merë rëmuj, veçanërisht në plaçkitin e kampit. Njëri nga komandantët e sultanit, burr me autoritet të madh, kapi gjallë, si dhe 4.000 të tjerë. Pashai mezi shpëtoi bashkë me disa të paktë. Atëherë Skënderbeu, që i vërente të gjithë këto me vëmendje, dhe ua kishte shfaqur që më parë planin miqve, ndër të cilët ishte edhe nipi i tij Hamzai, një njeri me cilësi të shquara, të cilin Reposhi e quajti pastaj nga turqit Karaguz, e pat me një grua që mori para kurthit të sultanit, kur pas se fati turqëve po përëndonte, dhe seratat e ushtarëve të tij ishin sheshuar, i vu pas sekretarit këshilltar të pashës, të cilin e ruante për qëllimin me kujdesin më të madh
dhe pasi e kapi dhe e hodhi në pranga me urrëti prej armiku. I shkuli shpejt, me që ai nga frika e vdekjes nuk bënte asnjë kundërshtim, një letër të reme për qeverinë e Krujes, me anë të së cilës urdhëroi me emër të Muratit, i dorëzonte Skënderbeun të caktuar si sundimtar të ri, qeverisjen dhe gjithë kujdesin e qytetit. Në letër u shkruan edhe shumë gjëra të tjera, me qëllim që të siguroni një besim më të madh për këtë çështje, duke parashtuar arsye të pranueshme. Me të shkruar letra, sekretari u vra aty për aty bashkë me shokët e tjerë që po iknin me të, me qëllim që të mos merrej vesh kjo çështje për një kohë sa më të gjatë nga sultani. Dhe nuk shfryu vetëm kundër këtyre, por u vran edhe gjithë Saran atëherë në duart e Skënderbeut. Kështu ajo ushtri u shkri pothuajse e gjitha, sepse edhe ata që shpëtuan furisë së ushtarëve ran pastaj kur nuk dinin se nga po iknin në duart e banorëve dhe pësuan të njëjtin fat. Shumë ushtarë shqiptar që qenë atë betejë, kur morën vesh për punën e Skënderbeut, ashtu siç po e ndeshin sa andej këndej, të shpërndarë pasigjes, u mblodhën rreth tij dhe për t'i shpëtuar armikut, dhe sidomos për të prekur nga malli për atë dhe u formua me njëherë ushtri jo e parëndësishme prej 300.000 ushtarësh.